Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Perëndin e falenderon çka gjendet në qiell dhe çka gjendet në tokë. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. O besimtar, përse flisni atë që nuk e punoni? Është nevoja e madhe te Perëndia të thoni atë që nuk e punoni. Me të vërtetë, Perëndia i don ata që luftojnë në rrugën e tij, të radhitur si një godinë e lidhur fort. Kur Musa i tha popullit e vet, o popull im, përse po më mundoni, kur mirë dini se unë jam profeti i Perëndisë te ju. Pasi ata u shmangen, Perëndia u shmangu zemrat e tyre, e Perëndia nuk e shpje në rrugë të drejtë atë popull që është hytur në mëkate. E kur Isai, i biri i Meriemës, ka thënë: O bijtë e Izraelit, unë jam profeti i Perëndisë te ju, për t'ju vërtetuar Teuratin e shpallur para meje dhe për t'ju sjell lajmin e gëzueshëm për profetin, emrin e të cilit është Ahmet, që do të vijë pas meje, dhe kur ai u solli atyre argumentet e qarta, ata thanë: Kjo është magje e qartë. Kush është me zullumçar sa ai që shpef gënjeshtra kundër Zotit, duke u thirrur në fe të vërtetë. E Perëndia nuk e shpjen në rrugë të drejtë popullin zullumçar që bën padrejtësi. Ata dëshirojnë të fikin dritën e Perëndisë me gojën e tyre, e Perëndia e përsos dritën e vet, edhe nëse e urrejnë Mohusit. Perëndia është ai që ka dërguar profetin e vet me udhëzim për rrugën e drejtë dhe fenë e vërtetë për ta ngritur me lart se të gjitha fetë, edhe nëse e urrejnë pagan. O besimtar, a doni t'ju orientojnë në një tregti, e cila ju shpëton nga vuajtja e dëmshme. Besoni në Perëndin dhe në profetin e tij, dhe luftoni në rrugën e Perëndisë me pasurinë dhe trupin tuaj. Kjo është më mirë për ju, nëse e dini. Ai do t'ju falë gabimet tuaja dhe do t'ju shpjellë në kopshte, në për të cilat të rrjedhin lumenjt, dhe në pallate të mrekullueshme në xhenetin e Adnit, e ky është sukses i madh. E tjetrën ndonjë që e doni ju, ndihma e Perëndisë dhe fitoria e afërt. Andaj, si arriqoi besimtarët. O besimtar, behuni ndihmësit e besimit të Perëndisë, ashtu siç u ka thënë Isai, i biri i Meriemës, nxënësve apostujve të tij, kush janë ndihmësit e mi të Perëndia. Apostujt u përgjigjen: Ne jemi ndihmësit e Perëndisë. Dhe kanë besuar një grup nga bijtë e Izraelit, e një grup tjetër kanë mohuar, andaj ne i kemi forcuar ndihmuar besimtarët kundër armikut të tyre dhe ata u bën fitues.